Thirrjet për protesta janë bërë më të shpeshta për mobilizimi qytetar mbetet ende i kufizuar. Megjithatë, organizatat e shoqërisë civile dhe grupe të rinj kanë filluar të shfaqin më shumë aktivizëm, sidomos kundër çështjeve që lidhen me mjedisin, urbanizimin dhe lirinë e medias, reforma në drejtësi dhe besimi publik. Sistemi i drejtësisë mbetet një prej pikave më të dobta në perceptimin publik. Konsolidimi i institucioneve të reja të reformës vijon me ritme të ngadalta dhe disa ngjarje të fundit kanë forcuar perceptimin e pasigurisë dhe mungesës së pavarësisë. Rastet e dhunës në ambiente gjyqësore dhe vonesat në çështje penale me sensibilitet të lartë kanë ringjalltur debatet lidhur me efektivitetin e reformës në drejtësi. Integrimi Evropian. Integrimi në Bashkimin Evropian mbetet prioriteti kryesor i politikë i qeverisë. Procesi për i hapjes së kapitujve të negociatave ka kërkuar përmirësime strukturore në drejtësi, ekonomi dhe administratë. Përvlerësimet ndërkombëtare tregojnë se korrupsioni dhe funksionimi i institucioneve vazhdojnë të jenë sfida madhore. Qeveria synon të përfitojë nga investimet teknologjike për të përshpejtuar procesin e reformave, ndërsa opozita e sheh këtë qasje si propagandë dhe shmange nga problemet reale. Atmosfera politike dhe pritshmëritë. Nëntori i 2025 karakterizohet nga një qeveri e fortë, por e sfiduar nga kritika mbi transparencën, opozita e zënshme por e dobët në organizim, institucionet në tranzicion, perceptimi publik të ulët ndaj politikës, debat të fortë mbi rolin e teknologjisë në qeverisje dhe një proces integrimi evropian që kërkon ritme të qëndrueshme. Shqipëria ndodhet mes ambicjes për modernizim dhe sfidave të tjera politike që nuk janë kapërcyer, duke bërë që fundi i këtij viti 2025 të jetë një periudhë mbushur me pasiguri, por edhe me diskutime intensive për të ardhmen politike dhe institucionale të vendit.